Teatri Kombëtar erdhi mbrëmjen e 13 janarit me premierën e komedisë satirike 24 orë nga jeta e një votuesi. Një vepër që përmes humorit të mpret dhe satirës godet realitetin e përditshëm të qytetarëve me një kombinim unik të humorit dhe kritikës shoqërore, në një mbrëmje të mbushur me emocione dhe të qeshura. Shfaqja erdhi me lojën e aktorëve Arben Derhemi, Zamira Kita, Giuliano Brisku dhe Ermir Haxhiaj. Komedia mban regjinë e Driada Dervishit, bazuar në motivet të Naum Shundit, edhe me tekstin e të tjerat nga Teodor Keko dhe muzikë të kompozuar nga Ulon Naçi. Është në fakt një satir kabare, është një teatr i cili bën bashkë humorin, e mpret, humorin politik, ngre tema që në një farë mënyre mund të trajtohen, tema shumë serioze të cilat mund të trajtohen vetëm nëpërmjet komedisë, tema të cilat besoj na përkasin të gjithë. Përveç se ka shumë humor, ka shumë mesazhe. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që ne dëshirojmë që publiku të marrë mesazhin kryesor që të gjithë duhet votojmë, të gjithë duhet vendosim së bashku për fatet tona. Për 6 mbrëmje deri në 18 janar, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë këtë komedi çdo ditë në orën 20. Ky produksion ofron një eksperiencë teatrale të mbushur me humor, satirë dhe reflektim mbi jetën e përditshme të votuesit shqiptar.